Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashkimin e datës 10 korrik 2026. Kemi një ditë shumë të rëndësishme. Kjo ditë vazhdon të mbaj ndikimin e Afroditës, sapo futur në Virgjëresht. Ndërsa Mërkuri në retrograd në Gafore vazhdon të kërkojë kujdes dhe biseda dokumenta familjare dhe ato emocionale. Pas një sër ditësh intensive, sot është më mirë të përdoret energjia për rregullimin, ndryshimin, mundësinë, takimet, bisedimet në kafe dhe t'jenë të ndikuar dhe të karikuar për atë çka duan të arrijnë. Sepse kur ndikohen për diçka dhe di se ku do të shkoj dhe mua më gërris për brenda dhe dua ta shfaqi diçka tillë dhe të jem korrekt me atë çka do të them, është momenti juaj. Ndikohen më shumë Virgjëresha, Demi, Bricjapi, Gaforia, Akrepi, Peshqit të 10 parë, nga Afrodita në Virgjëresht, ndërsa Gaforia, Bricjapi, Dashi dhe Peshorja të 10 të tretë vazhdojnë të ndjejnë Mërkurin në retrograd në Gafore. Për shenjat e tokës dhe të ujit, dita mund të jetë produktive dhe shumë shëruese. Për shenjat e ndikimit të krahut tjetër për kanë përballë, që mund të kenë rikthime bisedash ose çështje që nuk janë mbyllur. Dita është më e mirë për sa i përket çështjeve që lidhen me ndrehje gabimesh ose marrëdhënie pronar punonjës, ka diçka shumë të madhe. Është mirë edhe për të bërë një listë shpenzimesh, për të parë buxhetin, për të rregulluar një problem të vogël në shtëpi ose për të vendosur një program më të shëndetshëm dhe më korrekt. Ajo çka do të keni në lidhje me anën e dashurisë, do të keni kujdes. Deklarata të mëdha dashuri pa bazë, për vendime përfundimtare familjare, për nënshkrime të rëndësishme kontrate pa kontroll, për blerje impulsive ose për kritika të tepërta në marrëdhënie. Afrodita në Virgjëresht mund të na japin ose mund të na ndikoj shumë në këtë drejtim, por duhet kujdes që kërkesat për përmirësime të mos kthehen në ftohtësi. Këshillat e ditës është: rregulloni, përmirësoni, pastroni, por mos gjykoni as veten dhe as të tjerët më shumë se sa duhet. Por gjithsesi është një nga ndikimet më të mëdha, një nga ndikimet më të rëndësishme mbi çështjet që lidhen me punën, mbi çështjet që lidhen me ndryshimin që vjen. Por gjithsesi, kjo periudhë na ndihmon për nisma të reja. Para se të fillojmë parashimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkim të detajuara, kemi pikërisht faqen roz. Aty mund të shikoni gjithçka ju intereson. Dhe duke pasur parasysh në faqen roz, ku ka të bëjnë dhe me ndryshimet që kanë bëjnë dhe në lidhje me çështjet e punës dhe të ndikimit ekonomike dhe gjërave të tjera që do të kemi mundësinë dhe kohën e duhur për të zgjidhur një problem që mund të keni pasur, mund të shikoni se si funksionon shërbimi dhe mund të jeni të gatshëm të përgjigjeni kërkesave. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshore dhe me bricap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit, duket se kjo është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese në ato çka bëhet, por një mundësi shumë e mirë që do të thotë ekonomia, do të thotë ndryshimi i madh që do të keni tani tutje. Por megjithatë është një moment që vërtet mbetet për tu parë mbi takimet dhe bisedimet të rëndësishme që do të keni tani tutje. Është momenti dhe koha e duhur për sa i përket zbatimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni në fushën e karrierës suaj dhe të ekonomisë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të 10 parë dhe me ujor, duket se ka të bëjnë mjaft dhe ndryshimi është i sigurt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Meqense binjakët kanë disa ndryshime, duke pasur parasysh komunikimin, duke pasur parasysh disa gjëra që vërtet duket se e keni mundësinë, keni dhe kohën e duhur për nisma të reja, dhe kjo do të thotë ndryshime dhe ndikime shumë të mëdha në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha ekonomike. Por mos harroni se ndikohet në lidhje me çështjet e punës dhe çështjeve që kanë të bëjnë me anën ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me Virgjëresht është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Gaforia. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet tani e tutje kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashin, me binjakët që kanë të bëjnë, por gaforet kanë një gjë, sepse këto lidhje që kanë ose punën e tyre
Gaforet kanë pasur mjaft çështje të lëna pezull, problematike, mi blerje kanë me probleme tani duhet ta zgjidhin, por mikse ka të bëjnë shumë kjo dita e afërditës, dita e premte e datës së 10 na mëson shumë gjëra për sa i përket disa ndryshime që do të keni tani tutje, disa gjëra që do të keni në lidhje me ekonominë sidomos nuk e diskutoj sepse është një kohë shumë e mirë e përshtatshme do të thosh unë gjërat që ju e keni dhe doni ti rregulloni një herë mirë dhe të mos keni probleme me të shkuarën, por vjen momenti tani që është një nga momentet më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë sepse i zgjidhni problemet e juaja, zgjidhni çështjet e pazgjidhshme dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim punën tuaj, gjërat e juaja dhe kohën, periudhën që ndodhin fenomenet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrepët e diçit parë, me dashjet e diçit tretë është perfektja dhe mundësia e artë që do të keni tani tutje. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se tani e tutje kanë mundësinë, kanë kohën e tyre, kanë ndryshimin e madh që vjen tani e tutje në lidhje me disa çështje madhore, disa çështje pozitive do ta thosha unë, është dhe koha juaj sepse një nga mundësitë më të arta që do të keni dhe një nga momentet më të mira që do të diktojnë tek juve është një moment shumë pozitiv dhe kjo do të thotë që po është mundësia, po i keni të gjitha gjërat në dorë dhe mund t'i rregulloni, t'i stabilizoni siç dëshironi juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë të diçit parë dhe me shiketar ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha duket se tani për tani keni disa mundësi, por janë mundësi të arta për ekonominë dhe stabilizimin e vet. Por gjithashtu ka të bëjë me një mundësi mjaft të mirë për disa korrigjime që mund të keni sepse duke parë në detaje disa gjëra mund të keni një fillim të ri mbi gjërat e punës suaj, karrierës suaj, ndryshimit të madh që keni. Por mos mu shqetësoni fare sepse kjo periudhë është periudhë kalimtare, nuk është diçka që ngelet ose diçka që mund të ndikojë në fushën tuaj të karrierës dhe të ndryshimit të madh. Meqenëse çështjet ekonomike financiare u japin një mundësi të artë mbi takimet dhe çështjet e bisedimeve që do të keni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt dhe me akrep dhe diçka të tjetër, është perfekte, por jo problematike. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë peshorja. Meqenëse peshorët nuk e vën dyshim unë për arsye të punës ose për arsye të disa vendimeve që mund të merrni ju, po janë vendime historike ama. Duke marrë parasysh se çfarë bëni, ku doni të shkoni, është një moment mjaft i mirë financiar dhe pozitiv. Pozitiviteti ka të bëjë punën e vet, mundësitë janë të arta sepse lidhen dhe me takime dhe me bisedime të rëndësishme, sa do duken të vështira, por janë kalimtare. Momenti është i juaj sepse do zgjidhni disa problematika që keni pasur dikur, por gjërat janë në fushën e biznesit tuaj dhe diçka shumë e rëndësishme që do të shikoni dhe vetë juve për një mijë arsye të ekonomisë, të stabilizimeve, të ndryshimeve dhe të gjërave të tjera që do të keni në anën tuaj në pozicionimin e planetit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë të diçit parë, me ujorët të diçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrepët janë mjaft të dhënë mbas ekonomisë dhe mbas ndryshimeve të mëdha që kanë tani tutje. Akrepi gjithmonë është një hapar se çfarë ndodh dhe mundësitë që jepen tani tutje. Është një periudhë që vërtet do të ndikojë, do të diktojë në fushën e karrierës suaj dhe momenti më i mirë i ardhur, do të thoshon, sepse ka të bëjë edhe me çështje ekonomike financiare, ka të bëjë edhe me biznesin. Me biznesin sidomos tani tutje i keni të gjitha mundësitë për punën, për karrierën dhe ndryshimet e tjera do të keni. Po çështjet një nga më të rëndësishme që ju keni është ajo e ekonomisë, ajo e stabilizimit, ajo e plotësimit të dëshirës suaj. Plotësimi i dëshirës, sepse ka dhe dëshironi dhe mundësi që keni e ofroni gjithçka në anën tuaj. Një moment që e keni në ndikimin tuaj më të mirë të mundshëm, ku është koha, është mundësia, është shumë e rëndësishme ekonomia. Ekonomia nuk e diskutoj unë këtë, por edhe periudha që ndodhin fenomenet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë të diçit parë, me ujorët e diçit të tretë, është periudha dhe koha e duhur mbi stabilizimin të gjërave konkrete. Në çështje që kanë bëjnë me biznesin dhe me karrierën, është një nga momentet më të mira të mundshme tani tutje. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shikjetari. Por shikjetarët do shikojnë më shumë lidhje me biznesin.
Sepse dashuria dhe këto janë kalimtare, janë diçka që nuk mund të themi problem ose mund të themi gjëra që nuk ka të bëjnë. Është një mundësi shumë e mirë tani. Është një periudhë që vërtet ndikon në fushën e karrierës suaj, ndikon në anën tuaj më të mirëmueshme. Nuk e diskutoj që do ketë mundësi shumë të mirë për anën dhe biznesin tuaj, karrierën tuaj, por është një mundësi shumë e mirë tani, sepse do stabilizoni ekonominë tuaj, do stabilizoni disa gjëra që për momentin mund t'i keni në anën tuaj dhe kjo bën që ana e biznesit, keni lindur për karrierë dhe kjo bën që juve të jeni shumë korrekt me anën tuaj, pozicionimin i planeteve gjithmonë. Dhe është një moment shumë i mirë tani për periudhën dhe kohën ku ndodhin fenomenet. Nuk e diskutoj, nuk e vendosim për 1000 arsye që do të keni në ekonomi, do të keni në vazhdimsi, por në çështjet e dashurisë, pak vëmendje me virgjëresh. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa përket bricapët duket se kanë kohën e tyre, kanë momentin e tyre për zgjidhjet e problematikave dhe të periudhës që ndodhin në fenomenet, por edhe momenti që ju e keni në dorë për zgjidhjet të çështje problematikave që mund keni tani tutje. Çështje shpirtërore, vazhdimësia korrekte dhe koha e duhur në ekonomi, stabilizime dhe në përfundimin e çështjeve madhore edhe të gjërave që do të keni, sepse jeni shumë korrekt me punën, jeni shumë korrekt me të drejtën tuaj, me atë çka ju bën të ndjeni mirë, të ndjeni mirë me punën tuaj, të ndjeni mirë me karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresë dhe diçit parë, me dëmt dhe diçitet është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët e dashur, keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizimin tuaj të financave, me financa ka të bëjnë kjo, por është një mundësi shumë e mirë tani sepse sado që të mërziten juve për punën tuaj ose për karrierën, lidhje me karrierën e keni mundësinë tuaj. Keni një takim që do bëni tani atje, një takim mjaft, takim rutinë themun, por takimi i bisedës dhe i gjërave të mëdha që do të keni në punën tuaj, por gjithashtu edhe në ndryshimin e madh. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit të tretë është perfektja dhe jo problematike. Në çështjet që kanë bëjnë me dëmt dhe diçit parë, me gaforet dhe diçit të tretë, duket se e keni mundësinë dhe kohën e duhur. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, duket se diçka mund të keni pasur një problem ose për të rregulluar buxhetin tuaj, për të keni pasur disa probleme të ndryshme që keni nga e kaluara, doni ta mbyllni një herë mirë këtë problem, por vjen një moment që është e mundur, një problem që do ta zgjidhni tani tutje, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, është koha dhe perceptimi i gjërave të mëdha që do të keni tani tutje, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Por gjithashtu, shenjës së peshqeve në lidhje me kontratat, është e mundur të ndodhi një kontratë bisedimesh, do thoshon, sepse dita e sotme, dita e premte është dita e ditës dhe e komunikimit të brendshëm, që mund të keni për shembull një takim, bisedoni për punën çfarë ndodhet, çfarë bëhet, por kjo nuk do të thotë se është problem, nuk do të thotë se ka diçka që nuk shkon. Shkon që të shkojë me ta, edhe gjërat e tjera do të keni në fusha të ndryshme të jetës suaj dhe të mundësive të arta. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë, është diçka perfekte dhe mjaft ideale në vazhdimsi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur çështjet problematike. Në fushën e dashurisë, duket se nëse keni një njohje për ta kthyer lidhje serioze me virgjëresh, ktheni sa më parë, se do ta kërkoni me qiri dhe s'keni për ta gjetur. Nëse ka të bëjnë edhe me ndryshimin tjetër që ka të bëjnë për shembull me shqyrtarët e diçit tretë, që ka ndikim shumë mirë dhe tepër pozitiv, por në krahun tjetër me dëm, nuk e diskutoj, me shenjat e tokës kanë ndikimi peshqit dhe kanë shumë të ndikuar dhe të ndërlikuar në një farë mënyre, por edhe me shenjat e zjarrit kanë mundësinë dhe kohën që e përcaktojnë. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 10 korrik të 2026, dita e premte. Pas të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashkrimit të detyruar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ros që shikoni atje, atë do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson dhe për gjithçka juve dëshironi. Dhe më pas shkoni tek sekretaria, atje pastaj mund dërgoni email dhe më pas duke dërguar emailin tuaj, ne flasim bashkë nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe doni të dërgoni mesazh, kë butoni këtu. E klikoni dhe jeni gati për dërguar mesazhin. Nga Unjër Vulla, më të mirë një oraj. Bismillah.